never the one to write up a song for just anyone. I was always the one to find myself lost in old conversations. Cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting. But then you came along and proved me all wrong. I was so Hello, përshëndetje, mirë se keni ardhur në videon time të radhës. Atëherë unë quhem Silja për të gjithë ju që nuk më njihni. Dhe ju falenderoj shumë nga zemra që keni klikuar këtë video. Kam harruar te video kaluar t'ju tregoj se çfarë kemi marrë tek Peddlers Village. Kemi marrë tek Sticky Situation, që ishte në bashkëpunim me Extra Virgin. Ishin bashkëpunim të dyja dyqanet. Ka edhe mjalt, kishte edhe pjesën e bajrave që tashmë keni parë të makaronave. Ne vajin e udhirit tashmë ju dini që e marrim nga Greqia, pra kemi vajin shumë të mirë, por Oleni donte që të provonte një vaj tjetër. Nuk e di sepse thjesht ta duaj që ta provoj, edhe kemi marrë një vaj ulliri. Nuk e kam iden. Dhe është e bërë këtu në Philadelphia, pra është prodhim lokal i vendit. Kështu që do ta provojmë dhe do ju themi se si do jetë. Një gjë tjetër që kemi marrë është një uthull molle. Atëherë kjo uthull e mollës është me apple pie vinegar. Këtë e zgjodhi Oleni sepse do që të filloj të konsumoj pak uthull molle, duke qenë se timon pak edhe për kolesterolin. Edhe kjo ka brenda përveç se uthullës së mollës ka cinnamon, pra kanell edhe kaq. Pra është uthull molle me kanell. Shpresoj që të jetë mirë, dhe pse unë erën e uthull të mollës e kam shumë problem, dhe di që kam pastruar lavamanin me sot buke dhe me uthull molle, realisht më ka bezdisur pak ajo aroma. Por do ta provojmë edhe do ju themi se si do jetë. Një gjë këtu ta përdorim edhe në për sallatra. Pastaj do t'ju flas pak se sa shpejt e kanë gjetur unë punën këtu në Amerikë, edhe se çfarë duhet të keni parasysh sepse shumë goca më kanë pyetur në Instagram për punën time. Por për këtë do t'ju flas pak më vonë sapo të sistemoj pak këto gjërat dhe të ndrohem pak sepse sapo kam ardhur nga puna. Kështu që dëgjojmë për një sekondë. I was never the one to write up a song for just anyone. I was always the one to find myself lost in old conversations. Cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting. But then you came along and proved me all wrong. I was so mistaken. Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you make. Po shikoni përsëri tek një njëjti kënd sepse dua t'ju flas pak për punën që u thash në fillim të videos. Kam marrë shumë mesazhe nga goca, më të shumtat janë nga Instagrami, sepse këtu në YouTube e kam thënë se çfarë pune bëj dhe se sa shpejt kam arritur të gjej punë këtu në Amerikë. Por që këtu në YouTube jemi shtruar goxha kote fundit, atëherë dua t'ju jap disa informacione se si mund të gjeni punë sa më shpejt në Amerikë. Atëherë unë kam marrë në Amerikë në datën 13 janar 2023 dhe në datën 7 shkurt kam filluar punë, pra ka qenë dita ime e parë e punës. Gjëja e parë që kam bërë sapo kam ardhur, që nga Shqipëria kisha bërë gati një CV me të gjitha eksperiencat e mia të punës dhe të dhënat e mia, dhe kam bërë aplikime të ndryshme duke përdorur LinkedIn dhe Indeed. Këto kanë qenë të dyja platformat të cilat unë kam përdorur, duke qenë se eksperiencat e mia të punës lidheshin me siguracionet e makinave, të cilat ne i bënim te zyra ku punoja, prisnin siguracione për makina që donin të shkonin për jashtë shtetit, në Greqi apo Itali apo në vende të tjera. Ashtu bënin të hyrje daljet e jahteve dhe anijeve të vogla, pra velierave që vinin në Saran, qoftë për turizëm, qoftë për të furnizuar me naftë. Te CV-ja kam vendosur punët të cilat unë kisha bërë, pra eksperiencën e punëve që unë kisha. Por këtu në Amerikë funksionon pak ndryshe në fakt, sepse nëse do të punosh me inshurancat e makinave, siç kam punuar unë në Shqipëri që nuk më duhej një shkollë ekstra, një kurs, një certifikat apo diçka tjetër, ndërsa këtu në Amerikë funksionon ndryshe, të duhet një certifikat nëse ti do të punosh si agent shitje, si për shtëpira, si për makina. Gjëja e parë që kam bërë tek Indeed kam vendosur pra zip kodin e vendit ku jetoja, në mënyrë që punët të më shfaqeshin të ishin sa më afër vendit ku doja të punoja. Aplikimi i parë fare që kam bërë ka qenë puna që unë punoj tani, pra laboratori që unë punoj tani, dhe bëra thjesht sepse pash ishte 5 minuta nga shtëpia dhe pozicioni i punës që kërkoj ishte assembler. Ti mbaj mend se sa kohë më mbrapa pasi kam bërë aplikimin, më kanë dërguar email, por më duket se më kanë dërguar email një javë mbrapa pra aplikimit, ka qenë përgjigje shumë e shpejtë nga kompania, më ka ardhur thjesht një email që nëse je interesuar në çfarë ore do që të vish të bësh intervistën. Kam lënë ditën e intervistës në datën 6 shkurt dhe kam shkuar me mamën e Olenit, duke qenë se kisha shumë emocione sepse ishte hera ime e parë që vija në një vend ku flitej vetëm anglisht, përveç se ishte vend shumë i madh, ndonjëherë kisha vështirësi edhe në market për të folur, duke qenë se këta flasin me shkurtime, kanë disa fjalë të tyre që i përdorin, flasin shpejt, edhe pse tashmë domethënë pas 3 vite e kam shumë kollaj për të kuptuar dhe për të folur, por në fillimet e mia që vija nga Shqipëria, që thjesht kisha studiuar pranë shkollë, por nuk është se kisha komunikuar anglishten, sepse në Shqipëri ka shumë të rinj që punojnë me guida, punojnë me të huaj dhe kanë më kollaj të më thënë që të flasin anglisht apo një gjuhë tjetër të huaj, ndërsa unë nuk e kisha. Gjëja e parë që më kanë pyetur në intervistë ka qenë pse të pëlqen kjo punë. Dhe duke qenë se assembler dhe tek përshkrimi
pra descriptioni punës thoshte që do bëje paketime dhe gjëra të ndryshme. Isha shumë entuziaste nga brenda vetes se ja kam shprehur pra dhe atyre që më pëlqen shumë që të bëj paketime dhe mendoj se jam e shpejt, pra mundet që të bëj gjërat shpejt. Unë nuk e mbaj mend, por një nga ato gra që më ka intervistuar më ka thënë disa muaj pas të fillova punën që Silvia të kemi marrë në punë sepse unë i kisha thënë që unë kam nevojë për këtë punë. Pra nuk e mbaj mend ja kem thënë në intervistë, pra vetë në gojën time nuk e kam të qartë si pamje, por ajo e mbante mend pra si shprehje që unë ja kisha thënë që unë kam nevojë për këtë punë. Edhe kishte shkuar në shtëpi dhe kishte thënë vllajt të saj që shiko se na sot na erdhi një gocë për intervistë dhe më tha që unë kam nevojë për punë, për këtë punë, edhe ne do ta marrim në punë. Pra ishte kjo fraza e cila i bindi ata që mua të më merrnin në punë. Ai falenderoj vërtet shumë nga zemra sepse është një punë të cilën e kam ka shumë benefice, është 5 minuta larg nga shtëpia, siç tashmë e dini, dhe është një punë e cila bëhet kollaj, pra nuk ka shumë vështirësi puna. Pastaj më thanë që kur je gati që të fillosh, i thash që nesër. Nëse vendi është i lirë, atëherë që nesër. Dhe kanë filluar direkt ditën tjetër, pra në datën 7 shkurt. Duhet të keni parasysh një gjë që nëse shkoni në një vend pune dhe keni vërtet nevojë për atë punë, duhet që t'i bindni personat që intervistojnë që pse e doni atë punë dhe pse duhet që t'i marrë një vend në punë. Pra, siç pas kam thënë dhe unë për atë intervista ime e parë që unë kam nevojë për këtë punë, kështu që nuk ka asgjë për tu, sepse fundja jemi për të kërkuar punë për të mbështetur familjen nga ana financiare. Puna që unë kam filluar së fillim më thashë ishte assembler, kemi filluar direkt me paketimin e tubave, janë disa tuba të vegjël të cilat përdoren për laboratore për si tip provzash, edhe ka qenë, domethënë nuk e di, edhe unë jam habitur, unë isha kështu, këto janë tubat, pra disa kuti të mëdha me tubat e cilat unë t'i fusja në kutira kaq të vogla, pra 100 tuba në secilën kutë. Dhe kam filluar që të punoj, por nëse arrita të kuptoj po punoja shpejt, nuk është se unë po punoja shpejt, thjesht ritmi im si një shqiptari ishte më i shpejt se sa i këtyre në Amerikë. Po kalonin të gjithë me ratet tavolina ime, pra ishte përveç se pronarit, ishin edhe disa persona të tjerë të cilët vinë 2 herë në javë që kanë thënë dhe herë tjetër, ishin duke kaluar te tavolina ime dhe ishin seriozisht e ka këtë gocë që po punon kaq shpejt. Dhe kam kuptuar këtë gjë më vonë kur na duhej që të punonim të gjithë në grup, sepse kishim një fluks të madh pune të cilët duhet ta mbarojnë sa më shpejt, pra kishim disa gjëra të ndryshme që po bënin në kompani. Por gjithsesi, nuk dua që të burr veten dhe të ul ata, por dua të them që ka të bëjë shumë edhe impakti juaj i parë në punë. Pas asaj pune pastaj kam një gjë të mirë në punë që nuk e kam problem të bëj të gjitha. E di që kjo gjë këtu në Amerikë nuk funksionon, edhe ndoshta do filloj të mos e bëj më, por nuk është diçka që unë mund ta kontrolloj, sepse nëse unë jam duke qëndruar dhe ka punë për kompanira, atëherë jam e gatshme që të ndihmoj. Pra kam më mirë të bëj punë se sa thjesht të riulur. Kishim një çun i cili punonte në laborator si asistent, ai dha dorëheqjen, pra u largua nga puna, kështu që vendosën që atë pozicionin e atit t'ia bashkangjisnin pozicionit tim. Pra unë nuk është se bëj vetëm asistent e laboratorit e kompania, por bëj edhe pjesën e assembler, pra i bëj të dyja. Dhe fillova që të bëja edhe asistente në laborator, por pastaj fillova që të përfshihem pak te pjesa e accounting. Tek accounting dua të jem realiste me juve, nuk jam ekspert e accounting. Domethënë, kur them që ndihmoj te pjesa e accounting, pra ndihmoj me gjërat të cilat shoqja ime tek accounting ka nevojë. Pra jam thjesht një ndihmëse, nuk është se unë bëj gjithçka në accounting, por së shpejti do filloj që të merrem sepse e dini tashmë që unë do filloj shkollën për accounting, por këtë do ngelet në një video tjetër për të treguar të gjithë procesin se si do shkojmë deri tek shkolla pra tek accounting. Pas accounting, pastaj fillova të ndihmoj edhe pak tek pjesa e shitjeve dhe pastaj së fundi kam filluar që ndihmoj edhe te shipping. Pra kam mësuar të gjithë procedurën e shipping. Këto ishin të gjitha gjërat që do t'i thosha për punën. Mos keni turp, mos hezitoni për të kërkuar punë, nëse keni nevojë për një punë, atëherë futuni të kërkoni të gjitha platformat e mundshme online. Shikoni të gjitha kompanitë që janë tek zona juaj, pra të cilat mund të kërkojnë pozicione pune të cilat përshtaten me tipin tuaj ose me shkollën tuaj. Edhe mos keni asnjëherë turp që të kërkoni ndihmë. Nëse ka diçka për të cilën unë mund t'ju ndihmoj, një informacion apo nëse ka një pozicion pune, sepse në momentin që iku ky djali pra që punonte si asistent laboratori, gjë e parë që kam bërë, kam vajtur te pronari dhe nuk i kam thënë që dua unë ta bëj atë pozicion pune, sepse as nuk i kisha fare as në plan dhe as në mendje, por i kam thënë nëse ty do të nevojitet një asistent tjetër, atëherë unë njoh një person, sepse një shqiptar i cili ka mbaruar për laborator dhe i kam sugjeruar atë. Mendoj se këtë gjë duhet ta bëjnë të gjithë, nëse është një pozicion i lirë te kompania juaj. Nëse njihni ndonjë person të cilin e keni të afërm tuaj, një shok, një të njohur, një familjar, atëherë dhe dini që nuk do t'i zhgëtej tek vendi i punës, pra do jetë punëtor, atëherë pse jo sugjerojeni. Këto ishin gjitha informacionet që unë doja t'ju jepja. Shpresoj shumë që jeni në kërkim të një pune këtu në Amerikë, ta gjeni sa më shpejt. Edhe pse jo dhe ndonjë punë online, ndonjë punë ekstra, çdo lloj gjëje që ju të doni. Dhe nëse keni ndonjë pyetje apo doni ndonjë ndihmë nga unë në lidhje me rrjetet sociale apo për të gjetur punë në Amerikë, atëherë mos nguroni të më shkruani në Instagramin tim Silvia Simo Marketing, do t'ua lë këtu për të gjitha pyetjet që ju keni. Dhe unë do mundohem të përgjigjem më sa di. Kështu që këto ishin gjitha informacionet. Ne bashkë shihemi nesër, sepse unë tani duhet patjetër të editoj video të cilën ju do ta keni parë para kësaj, por shpresoj ta keni parë në kohën e duhur. Kështu që shihemi nesër. Nga dita tjetër e këtij vlogut, atëherë tani sa po lash ranin tek shkolla.
Ora është 8:30 dhe mund t'ju them që është shumë ftohtë jashtë. Është 9 gradë, dhe ditë e parë që po më kaq ftohtë, nuk e prisja në fakt që do ishte kaq ftohtë. Okej, po mundohemi të marrim çka ka mbetur nga kremi jon, hem si duarve, sepse pas punës do shkoj që të marr një tek Targeti, shpresoj që të ketë me ulje, sepse më duhet të marr edhe 2-3 gjërat e tjera tek Targeti. Sot kam dhe takimin e dentistit, e kam në orën 2, kështu që do ta mbyll thunën në orën 1 që marr drekën dhe nuk besoj se do kthehem më. E di që tani ndoshta ju duket në formë të mirë, por mezi jam zgjuar sot, kam qenë super e lodhur. Nuk kisha as kafe në shtëpi, kështu që do bëjmë një ndalesë të shkurtër shpejt të Starbucksit, të marrim një kafe dhe të shkojmë direkt në punë. Time slipping through my fingers. Can't recall all the days as the ocean falls and rises. Thank you, have a good one. So does life have to change. Don't buy plastic flowers when I die. Go somewhere, spend it well, live your life. And if you mourn me, don't mourn for too damn long. Don't buy plastic flowers when I'm... Okej, atëherë tani sa po mbarova te dentistja dhe nga fytyra ime duket shumë qartë që nuk jam shumë e lumtur sepse më dhëmbën pak. Dhe ishte njëta dentiste që ka qenë herën e fundit që më ka bërë dhëmbët dhe di që kam disa mbushje për të bërë dhe disa klëfa që quajnë këta crowns. Por këtu në Amerikë një klëf kushton $1,400, pra është vërtet shumë e shtrenjtë dhe unë kisha më duket 4 ose 5 për të bërë. Kisha edhe disa mbushje të vogla, kështu që ndoshta filloj dhe bëj mbushjet e vogla këtu në Amerikë dhe pastaj kis me Zotin nëse na del një mundësi e mirë për të shkuar në Shqipëri, atëherë mundem që t'i bëj në Shqipëri pra kur të vi, sepse $1,400 mund të marr biletën për vete, mund edhe të bëj dhe dhëmbët. Pra mund ta kuptoni vetë takotet e shtëpisë, bëj dhe qef, pra mund ta kuptoni shumë mirë që këtu në Amerikë gjërat kushtojnë, besoj se kudo tjetër në Europë. Si shërbim, kjo klinika që unë shkoj, kam vetëm 5 minuta nga shtëpia, është vërtet shumë e mirë, pra dhe gocat janë të mira, janë të sjellshme, dhe nuk është faji atyre që shërbimet këtu kushtojnë, por kështu është kudo pra në Amerikë. Mua më pëlqen pak dentiste e Rajanit, ajo është vërtet shumë e mirë, është shumë e ëmbël. Dhe dentistja ime sot nuk është se është e keqe, është shumë e mirë dhe ëmbël, por thjesht ideja që më japin pak presion si të thuash për t'i bërë dhëmbët, se mos herën e parë se këtë radhë panë që unë i thash që nuk do t'i bëj edhe më thanë okay, mos i bëj. Thjesht më bëri përshtypje që nuk më vendosi atë fluoridin që vendoset në fund, nuk e kuptova pse dhe më tha patjetër që duhet të bëj flossing, sepse unë nuk bëj flossing njerëz. Ne di që është turp në 2025 dhe mos të bësh flossing, por vërtet e kam shumë problem të bëj flossing, por duhet të filloj që ta bëj. Ajo më tha që javën e parë është pak problem, sepse unë kam një problem që mishat e dhëmbëve i kanë të ndjeshëm dhe më gjakosen dhëmbët dhe tani që apo mi pastronte pra kisha pak gjakderdhjet e dhëmbët, por më tha që pas javës së parë normalisht nuk do kesh më gjakderdhje. Që nga gjitha ai stres dhe ankth që kam kaluar këtë kohë, kam parë ndryshime shumë tek vetja ime, pra si tek pjesa e fytyrës, pra kam pasur një acari fytyre këtu që më ndodh gjithmonë dhe nuk e kuptoj sepse, E kuptoj sepse, por thjesht nuk do ta pranoj me veten time që jam duke bërë vetes time këtë. Kam parë rënje të flokëve dhe kam treguar edhe tjetër që kam mungesë të flokëve këtu te pjesa e ballit. Gjithashtu kam akne në pjesë ndryshme të trupit, pra kam filluar që të kem pak te pjesa e kurrizit dhe nuk e di sepse më dalin disa të mëdha tek këmbët. Pra ka filluar që gjitha i stresit i japi efektet e veta, gjithashtu dhe keq ushqyerja sepse nuk kemi ushqyer fare mirë këtë periudhë kohe. Atë do ta kuptoni që kur ulem këtu kemi unboxing, kemi një kuti të vogël këtu që nuk është për mua, por është për Olenin. Atëherë Oleni bëri 5 vjet te kompania që është. Dhe ata i dhanë një website ku mund të zgjidhte një nga dhuratat që ishin tek website-i. Oleni e tregua shumë e mirë sepse më tha hajde se kam një dhuratë për ty. Dhe thash shumë dhuratë për mua, çfarë është? Më tha futu te ky website dhe zgjidh çfarë të duar. Sepse atje kishte bryzylyqe, kishte unaza, kishte orë, kishte tenxhere, kishte tigan, pra kishte gjëra edhe për femra që mund të zgjidhje. Për t'i mbajtur i thash është dhurata jote, kështu që si ti diçka që të pëlqen. Dhe vendosëm që të merrim një dashkamer për makinën. Nuk e di se sa modeli mirë mund të jetë, por kjo ishte vetëm dashkamer që ata kishin tek website-i. Tani nuk e di që ta vendosim tek Jeepi apo tek Cadillac, po besoj me shumë mundësi të vendosim tek Jeepi. Kështu që le të bëjmë bashkë një unboxing. Qenë ka shumë i vogël.
Normalisht do jetë e vogël se nuk do jetë kamerë për të filmuar vlog, por do jetë kamerë për makine. Okej, kështu është kamera, është e vogël. Nëse te kjo kutia këtu, te kutia kuqe, të shikojmë se çfarë ka, se kjo është vërtet shumë e rëndë, por ndoshta është ajo pjesa që vendos xhami. Po kjo është USB-ja. Kjo mban deri në 8 giga filmime, kështu që në 8 giga filmime i vjen që ti her pas here do t'i fshish. Mendoj unë se. Mos më thuaj që do vihet me fishka, ku do ja vendosin fishën e pasqyrë. Kjo është fishë e madhe nga ato që janë makinat e vjetra. Duke si dhe reja e kakë, nuk jam e sigurt. Është nga kjo që vendoset tek pjesa makinës. Mira fish, disa fisha tjetër është fish USB-ja. Ndoshta kjo është thjesht sa për ta karikuar, nuk besoj se do qëndrojë tërkohës e lidhur. Të paktën unë shpresoj. Dhe këtu është pjesa që vendoset te xhami. Okej, që ka e vogël nuk është shumë e madhe. Kur I kam gjërat për herë të parë kam frikë se mos I thyej. Okej, kështu duket. Couldn't fly, couldn't stay. Should I leave while the door's still open? I was sure that you still my name, so I kept running back with hope, yeah. Honey, I am so sorry. Didn't mean to make you cry, but you pressed my hand tighter, and said promise not to apologize. But I can never trust my thoughts. I know they're not real, but how can I be sure? Fighting harder each day, fighting harder for you all this time. Hello, nga dita tjetër e këtij vlogut. Tani sapo mbarova punën dhe kam ardhur tek Thrifty sepse dua me patjetër që të gjej një fustan nga ato që vishen për festën e birrës. Atëherë do ju lë një foto këtu se si dua që ta gjej fustanin, shpresoj shumë që të arrit të gjej. Paqë kishte te Targeti dhe te Walmarti, por ishte $40, kështu që unë do ta vesh vetëm për nesër dhe nuk dua që ta harxoj aq shumë lek. Kështu që le të shikojmë bashkë nëse do të arrim të gjejmë dot te Thrifty apo jo. We saw it little by little. What about common sense? And now we're stuck in the middle, so we climb the fence. It's like the world turned its back on us, and now we can't tell if it's heaven or hell. It's like knowing all the answers. Oh, you're sorry, but you never can. Okej, unë tani sa përda në shtëpi dhe po radova pak këtu në tokë sepse realisht u lodha shumë. Kam qenë në mëngjes që kam dalë nga shtëpia dhe tani sapo ula. Atë për t'rregoj se çfarë marr tek Thrift. Kishte shumë gjëra për Halloweenin, por unë nuk jam fan se shumë në Halloween, për nuk më pëlqejnë këto gjërat e frikshme në shtëpi. Mora këtë vazon, e cila është me tulipan të verdh, normalisht është fallco, pra tulipanet janë fake. Por mendoj se është shumë e bukur për ta vendosur tek kuzhinë. Unë do ta pastroj, do t'i laj, do të thjesht t'i lë të thahen pra në jashtë në ambient të hapur. Gjeta një bluzë për Ryanin, e cila është me Spider-Manin, në vrikosur të Spider-Manët këtu, është nga Marvel, e ka etiketën, pra është e papërdorur, imin e ka $25. Edhe duke qenë se ishte e papërdorur, mendosa që ta merrja dhe mendoj se do jetë shumë bukur për Christmas, por dhe tani që është ftohur pak koha, por unë kam marrë vetëm për $5.50, pra $5.50. Lulja ishte, sa rrot të thosha për lulen, $5. Për Ryanin gjeta një palë jeans e Levi's, ishin vërtet shumë të mira, por nuk ishin tagun pra këtë etiketën, kishin të pjesën e gjatë, por nuk ishin çmimin. Dhe kur shkova te kasa ishte pagoja, më tha që nuk mund t'i marrë sepse nuk kanë çmim. Po merrti shumë inas se ishin Levi's, ishin ngjyrë erë dhe ishin shumë të mira. Pastaj pash këto të tjerat, të cilat shpresoj që Ryanin t'i bëjnë. Dhe gjëja e fundit që mora dhe për të cilën u shkova, edhe pse është pak masë e madhe, shëndet. Por duke qenë se dua vetëm për nesër për festën e birrës, mendoj se ta sajoj me një paraman, por ishte vetëm ajo që ata kishin dhe I kam marrë tek pjesa e kostumeve të Halloweenit. Okej, ky fustani është I kuq, I ka këto mëngët kështu si të fryra, edhe ka këtë pjesën këtu, mendoj se I përshtatet shumë idesë që unë doja pra për pjesën e Halloweenit.
Edhe ndoshta e vendos një korset tjetër në mes, por besoj do t'i prishi pjesën e kësaj këtu përpara, ose do ta ngushtoj me ndonjë rip nga brenda, sepse sipër kësaj do vendosim edhe fundin që është rrjet, por ndoshta e mbaj pa fund, ndoshta me fund, nuk e di, do ta shikoj nesër se si do ta sajoj. Pra fundi vjet nga sipër. Gjëja e fundit që gjeta ishin këto xhinset nga Zara. Para janë masa 38, edhe ishin $10, edhe fustani ishte $10, sa rreth thosha çmimin. Dhe janë të gjera nga fundi, edhe kanë këto dy xhepat nga mbrapa. Vetëm një gjë që nuk më pëlqeu është që nuk kanë xhepa këtu përpara. Por duke qenë se unë i dua për përditshmëri në punë, mendova se do ishin shumë mirë dhe më rinin fiks pra kur thiteshin pas trupit. Por do t'i më shikoni veshur në normalisht videot në vazhdim, sepse tani nuk dua t'i provoj, duke qenë se do t'i vendos direkt për të larë. Hello nga dita tjetër e këtij vlogut. Atëherë ky është outfiti im për Oktoberfest, për festën e birës në Peddler's Village. Ky është fustani që mora dje tek Thrifty, mendoj se ngjan vërtet shumë bukur. Edhe pse më rri pak i madh, por unë dova që ta sajoja sa më mirë të mundesha. Tani që ne do nisemi është ora 10, festa fillon në orën 11, kështu që le të ikim bashkë. Po si fillim do marrim mirë kafen. Nuk e kuptoj pse kam ca si lesh. Okej. Te kapelja kam marrë nga pellushat. Okej, kështu që le të shkojmë tek festa e birës edhe të kalojmë sa më bukur. Okej, tani ne morëm një kafe tek Dunky, edhe i morëm të ftohta, pra kafe të ftohtë me krem të ngrohtë, se është të ftohtë. Si ke ftohtë? Nuk kam ftohtë, ti ke ftohtë. Mora kafe të ngrohtë me krem edhe me sheqer edhe me qumësh, pra me krimërin e tyre. Tani nuk mund ta provoj sepse është vërtet shumë e nxehtë. Edhe pse doja të merrem tek Starbucks, por Oleni nuk i ka qef kafen e Starbucksit, as në shije dhe as në çmim. Pra thotë nuk dua të marr një kafe $8. Atëherë më pëlqen shumë outfiti që kam veshur sot dhe shpresoj që të arrijmë të bëjmë content sa më të bukur për YouTube edhe për Instagram, por mbi të gjitha të kënaqemi sa më shumë. Ne pothuajse jemi aty, kemi dhe pak fare rrugë edhe do shijojmë të gjithë atmosferën që kanë zhvilluar tek festa e birës. Ne tani sapo arritëm tek Peddler's Village, edhe jemi te pjesa e parkimit dhe nuk se ka shumë njerëz, sepse parkimi është pothuajse bosh. Pra gjetëm shumë kollaj parkim. Nuk e di pse kjo kapelja nuk po më rri fare mirë tani, edhe unë të them që sapo filloi të shiu. Kjo është arsyeja sepse tani jam pak e mërzitur edhe ne kemi lënë që takojmë me një nga shoqet e mia të punës. Kështu që do shkojmë që të gjejmë shoqen edhe të fillojmë edhe të shijojmë të gjithë festën e birës, edhe pse në shi. Edhe më duket se unë jam e vetmja që jam veshur si për festë birës, sepse të gjithë janë veshur shumë normal, por është okej, do jem kështu. Honestly see living at
një gjë të vogël që e kam këtu. Por do ta tregoj në shtëpi. Por do ta tregoj me një birë. Por do t'ua tregoj në shtëpi. Ne gjithashtu pim një birë tek vendi Presto që ju e pa. Doja të merra edhe pickles që janë turshi, pra kastraveca turshi, por më doli nga mendja në momentin që po bëja porosin. Presto kushtonte $12 dhe ishte vërtet shumë e madhe, kështu që ne ndava me Olenin, ndërsa birat ishin nga $8. Pra në përgjithësi çmimet janë vërtet shumë normale. Ne tani po zhvendosemi pak nga pjesa e dyqaneve tek pjesa ku bëhet vërtet festa e birës. Edhe po shikojmë disa nga kioskat tenda të cilat këta i kanë, edhe duan që të provojmë bacon, të marrim gjithashtu dhe birë paulaner. Kështu do t'ju tregoj dhe juve se çfarë do marrim për 1 minutë. Një birë tjetër tek një nga këto tendat që ofrojnë vetëm birë, ndërsa rata për të marrë birë edhe ushqim është vërtet shumë e madhe. Kështu që ne jemi tani në linjë bashkë me Olenin edhe të shikojmë se çfarë birash kanë. Eksperienca jonë këtu tek festa e birës, atëherë tani po mendojnë që të ikim në shtëpi, ora është duke 1:30. Do donin që të qëndroni më shumë, por filloi shiu, edhe pse ju mund tani më shikoni me syze dhe me kapele, sikur nuk po bie fare shi, por realisht po fillon shiu. Dhe po mendojmë që të ikim duke që është ndeshja Shqipëri-Serbi në orën 2:30 dhe gjithashtu në 4:30 unë kam takimin e syve. Unë nuk se kam ndonjë foto kush e di për në Instagram, thjesht një foto që më ka shkrepur Oleni kështu në moment të fundit aty tek festa e birës, por nuk i ka folur shumë, duke qenë se ka muzikë kudo dhe ka vërtet shumë njerëz. Unë di të thënë që eksperienca këtu ishte vërtet shumë e bukur, por mendoj duke qenë se është festa e birës në Gjermani bëhet akoma edhe më bukur. Ka arritur të takoja asnjë nga ju goca, sepse asnjëra nuk erdhi, edhe pse Fationa më tha që ndoshta Silvia mundte të vi, por nuk me sa duket nuk mundi që të vinte. Por nuk kënaqa shumë me shoqet e mia të punës, gjithashtu dhe me Olenin. Dia do të qenë në online. Nga prit se ka dhe makina, okej. Çka tjetër që doja t'i thosha është i vetëm njeri që ishte veshur në këto Oktoberfest të vi, siç duhej që të visheshin, pra si zakonisht njerëzit njerëzit vishen në Gjermani, isha unë, pra me këtë fustanin e bukur kështu, isha vetëm unë, të gjithë njerëzit e tjerë ishin të veshur me xhinse. Oleni tha në fakt që janë disa të veshur dhe me pijama, pra nuk i kishin kushtuar fare rëndësi festës së birës, më ndoshta këtu vërtet nesh nuk ka shumë gjerman. Ose nuk e di, por të pash edhe atmosfera nuk ishte vërtet shumë e bukur. Por shpresoj shumë që ju ta keni shijuar shumë këtë video. Okej, shikoj gjatë derisa më të ikit futen makinë. Por nuk jam ndier fare çuditshme, kam shijuar shumë, edhe më pëlqen shumë vetja si jam bërë sot. Se na e bëre mendje. Oh my god. Pirë më jetë, sa pas ke pirë me 2 birra zuri. Në gëse kjo kapele është pak e exageruar. Për ta kishim hequr kapelen. U lodha njerëz, realisht u lodha, duke qenë se po vaja syzet, kapelen, telefonin, kamerën, po filmoja për të dyja dhe platforma si për Instagram si për në YouTube. Dhe shpresoj shumë që të kemi arritur të kemi filmuar aq shumë sa dua, sepse gjithmonë duket sikur kam filmuar mjaftueshëm, por kur bëj editimin mendoj se nuk kam filmuar aq shumë sa duhet. Kështu që po t'rregoj pak. Okej. Atëherë, dy shoqet e mia sot ishin duke u futur në çdo dyqan të mundshëm, duke parë gjitha dyqanet që ishin tek pjesa e festivalit, por unë nuk doja që të shikoja dyqanet, unë doja që të shikoja festën e birës, sepse kjo ishte ajo që hello buri, shpejt mbarove. Po atë vëta. Po s'mbarove. Do ta nxjerr në YouTube që mendoj mirë çfarë do të thuash.
Ade po I thoshe që shoqet e mia vizituan të gjitha dyqanet e mundshme, pra I zurën të gjitha me radhë, por unë nuk kisha interes për dyqanet, por kisha interes për festën e birës sepse doja që të tregoja dhe juve për atmosferën që zhvilloi këtu në Peddlers Village. Mendoj se po të ishte koha më diell, mos të binte shi, ndoshta mund ta kishim shijuar më shumë, ose ndoshta nga që ne është herë e dytë që po vim pra 2 fundjava rresht, dhe unë nuk është se e shijova në maksimumin tim, domethënë e shijova, por jo që merra 100% e saj. Atëherë po tregoj se çfarë mora tek një nga dyqanet që ne shkuam, të cilin unë tani harrova emrin, shpresoj që ta hëngra këtë. Ja harrova emrin, po shpresoj ta kem tek fatura. Atëherë dyqani quhet Journey Spirit Gifts. Atëherë do ta tregoj këtu faturën që të shikoni emrin e dyqanit dhe dhurata që unë mora, dhurata që I bëra vetes, kushtonte $24, me gjithë taksën shkoi 26.5. Shpresoj që ju ta pëlqeni, sepse kjo dhurata më personifikon mua, personifikon Silvia në përgjithësi. Atëherë, e ta hapim bashkë dhe të shikojmë. Atëherë, si që shikoni është një filxhan I cili ka kamerën dhe është fix për muaj që bëj YouTube dhe Instagram. Dhe me thënë sa e pash thash, okay, I love you. I love you, I love you. Kishte edhe me kafshë dhe gjërat e tjera, por mendoj se ky ishte vërtet shumë I bukur dhe këtë do ta përdorim për content për Instagram. Edhe pse ngjyra këtu po qiell nuk është se më pëlqeu aq shumë, do ishte mirë që të ishte diçka bezhe errët këtu dhe diçka kafe këtu, pra të kishin kombinuar më mirë ngjyrat, por është okay. Që këtu do pim kafe tona nga këtë tutje, dhe mendoj po pres të shkojnë në shtëpi të pim kafe. Okay, këto ishin të gjitha gjërat. Kjo ishte vetëm një gjë që ne morëm tek Peddlers Village. Ushqimi ishte vërtet shumë I mirë, presët ishin të mira, birrat ishin të mira. Ishte një bukë e cila bëhej me sallamet e me lakër turshi. Për lakra turshi, okay, ishte mirë, por ndoshta unë nuk isha në mund për të ngrënë lakër turshi. Gjithashtu kishte edhe një mustardë e cila ishte spicy, të cilën unë nuk e mora sepse nuk ja spicy. Patatet ishin shumë të mira, por kishin hedhur shumë krip nga lart, domethënë duke ja kripa kokra e kripës kaq. Ishte mirë në fillimet të saj që sa filloi e haj duke qenë se po pije birë, pra duke një shoqëruese mirë, por më vonë pastaj të ndiej shumë ajo kripës dhe duke sikur të bezdista. Ja vlen ta provoni, është një herë në vit. Por besoj se me Peddlers Village tash do shifemi nga maji, nga prilli, pra kur të ketë një fest tjetër. Për Christmas. Do të shkojmë përsëri. Jo, Thanksgiving nuk bëhet gjë e bukur. Doja t'i thosha për organizimin e eventit që është vërtet shumë I organizuar, sepse ka kudo polic, ka kudo zjarfikës, ka nga ata persona të cilët orientojnë edhe trafikun, por edhe këmbësorë që të kalojnë rrugën. Parkimi është vërtet shumë I madh, pra nuk ka njeri që të ngelet pa parkim, pra ka parkim për të gjithë, nuk është në Shqipëri që vuajnë për pjesën e parkimit. Dhe kjo gjë më ka pëlqyer vërtet shumë. Do bësh më zhurmë me qelsa që ta marrin vesh edhe të mbarosh së bëri zhurmë. Ku e lashtën? Çfarë po qajsha duke thënë? E vetmja gjë që mungonte mendoj se ishin gjermanët. Ose në luftë. Ose kishte vërtet gjermanë dhe unë nuk e di se ku ishin, por nuk kishte shumë atmosferë feste. Pra nuk kishte njerëz që të kërcenin, siç kam parë që bëheshin për internet, sepse unë bëra kërkimet e mia atje në internet si për veshin, prandaj edhe jam veshur kështu, si edhe për pjesën se si organizoi festivali. Pra nuk ishte pothuajse asnjëri fare që të kërcente. Ishin thjesht fëmijë të vegjël që luanin aty vërdall. Por mendoj se në Gjermani është atmosferë më e bukur se sa këtu dhe normalisht ndoshta edhe këtu, por në qytete. Sa e thash fjalën normalisht, sepse fshati që ne erdhëm sot ishte një fshat I vogël, pra nuk është se do kishte aq shumë gjallëri sa mund të ketë një festë e cila zhvillohet në qytet. Kështu që kaq për tani, ne po ikim në shtëpi, po shijojmë pak ndeshjen Shqipëri-Serbi dhe do shifemi bashk pastaj kur të shkojmë tek okulisti. Call my line if you're free tonight. Apple eye, you're the one this time. Override, always on my mind. Not alone, you're here with me. Call my line if you're free tonight. Apple eye, you're the one this time. Override, always on my mind. Not alone, you're here with me. Got me on the floor, know exactly what I need. Noche Gianna, hit me up so I can leave. Meet me outside, only past 3. Atëherë, unë tani sa po mbarova nga vizita e syve dhe këtu kam vizitën që bëra. Po e kthej sepse kam të dhënat e inshurancës dhe të gjitha dhënat e mia personale, por më kishte ndryshuar pak numri I syve, por jo ndonjë gjë kush e di, mendoja se më kishte ndryshuar në fakt më shumë, por doktoresha më tha që nuk ka nevojë për të vendosur lente të tjera, pra është një diferencë shumë e vogël. Vizita shkoi mirë, gocat ishin shumë të sjellshme. Ky është një vend që unë kam ardhur edhe para pothuajse 2 vite, sepse në shkurt do bëj 2 vite që kam ardhur te ky vendi, por duhet të kisha ardhur edhe një herë tjetër. Gocat më kanë kollur, më kanë thënë që hajde Silvia, dhe ndërkohë mund të kisha marrë edhe një palë syze të tjera optike, sepse ne në inshuranca na mbulon një palë syze optike pra në vit. Kemi një vizitë falas, inshuranca mbulon $130, pra në varësi të syzeve që ti zgjedh. Dhe unë gjithmonë nuk orientohem tek oferta që këta kanë, por orientohem gjithmonë tek designers. Duhet të keni parë një video që unë provova syzet Michael Kors, të cilat ishin me skelet e zi, pra jo si ky skeleti që është kështu I
haul. Mendoj se më shkonin, ishin edhe një palë të tjera Jimmy Choo, por ato ishin pak më të shtrenjta dhe i bindet paguaja diku tek $200 ose $300 dhe unë mora këto. Për 2 javë do t'i kem, pra datë 24 do shkoj t'i marr, por e sigur që kam për të më ardhur më shpejt, pra do marrin telefon më shpejt sepse kështu ka ndodhur edhe herën e fundit. Po t'rregoj një foto, kështu dukesha unë me syzet. Okej, ndoshta këtu s'kam dalë shumë cute. Por ato gocat janë shkrirë si qesh, sepse unë sapo i provoja e thosha, a duke me bukur, a duke me bukur. Edhe vërtet ishin shumë nice, domethënë ishin vërtet shumë të mira. Dhe i gjitha në total shkoi $430, por unë kam paguar vetëm $122, $123. Pra inshuranca kam vuluar $300 në total. Kjo është një gjë shumë e mirë, sepse inshuranca ime e syve është vërtet e mirë, ma kanë thënë dhe goca që herën e parë që kam shkuar. Po kjo ishte edhe vizita e syve për mua, mesi po pres të vinë syzet e reja, sepse këto në fakt më vrasin pak tek hunda, edhe goca i vendos dy kështu të tjera, pra tek këto të syve, të hundës, jo të syve. Sepse njëra nga ato më kishte rënë dhe më bënte pak shenjë tek pjesa, domethënë tu te hunda. Kur i thash doktoreshe, sepse më pyeti sa orë qëndron në kompjuter, i thash mbi 10 orë, ishte like, what are you doing girl? What are you doing with your life? Më tha që duhet patjetër ta reduktoj, sidomos gjatë orëve të natës, sepse unë aty kam probleme që qëndroj natën dhe më pyeti se sa orë gjumë flet. Dhe unë mesatarish flet 5 orë gjumë, pra nuk i bëj kur asnjëherë 6 orë, jam pas orës 12 në gjumë dhe në orë 6 duhet të çohem, pra maksimumi që mund të fle është 6 orë. Ke përfshi kurtet orarshin edhe për dini tash problemi tim me kafen, që pi 3 kafe në ditë edhe nuk flë mirë natën. Kështu që do fillojmë të bëjmë disa ndryshime në jetë, sepse nëse nuk fillojmë që tani, që jemi 30, kur të vemi 40 pastaj, do katandisemi në gjendje shumë të keqe. Po harrova të thosha që Shqipëria fiton 1-0, kështu që bravo shqipet tona, ndeshja ishte vërtet shumë e fortë, sa burri im po e merja në telefon që ti tregoja modelet e syzeve që provoja dhe thjesht më kishte fikur internetin. Dhe kur e mora me pranë celular, jo me internet, më tha, a ka mundësi ta se për 2 minuta mbaron ndeshja, më bërë më vonë. Dhe unë isha, më duhesh tani, duhet tani ti shikoj syzet, jo pas 10 orësh. Kështu që tani po ikim në shtëpi dhe bashkë dëgjohemi sapo të arrit të shtëpia. Jam ulur këtu te studio ime, sepse do t'ju tregoj 3 pakoj që kam marrë nga Temu, por prisja pakon e fundit, në mënyrë që ta tregoja të 3 pakot një herëshi. Dhe jam surprizuar sepse porosit kanë ardhur vërtet shumë shpejt. Ndryshe nga herët e tjera që më është dashur të presim më shumë se 2 javë, këtë radhë kanë ardhur në kohë super rekord. Marrë edhe një kafe tek Starbucksi, sepse më kam mbaruar kafja në shtëpi. Atëherë po nis direkt me pakon e parë, e cila është kjo kutia këtu. Ka një gjë e cila është vërtet shumë esenciale për shtëpinë, edhe është një kosh për tualetin. Atëherë do thoni ju nuk kishte këtu në Amerikë në dyqane kosh për tualetin. Normalisht e kishte, por më pëlqeu shumë ky koshi. Në fakt duhet të kisha marrë atë që ishte në ngjyrë kafe, duhet ta lë diku këtu me foto sepse kishte kafe të zezë, kishte edhe këtë ngjyrën. Doja një kosh të vogël sepse koshi që kemi në tualet është vërtet shumë i madh. Dhe keni parë që un kam marrë organizuesen e drurit tek Thrifty, por nuk kam hapësirë në tualet për ta vendosur, kështu që dua patjetër që atë ta kaloj në tualet, sepse te pjesa poshtë mund të mbaj tharse, pra mund ta përdor. Edhe mund ta përdor, pra mund ta shfrytëzoj në tualet, kështu që vendosa që të merrja një kosh më të vogël. Ky koshi është plastik. Atëherë koshi ka këtë pjesën, pra pjesën e koshit, e cila është e tillë. Është kosh i thjeshtë, dhe unë në fillim mendoja se koshi ishte i tillë pa kapak, por unë isha shumë e sigurt që tek Temu, pra te fotoja kisha parë me kapak, por ky koshi funksionon, pra që kjo pjesa i qëndron në tokë edhe kjo pastaj vendoset sipër. Pra koshi jon është kështu. Okej, mendoj se kjo këtu është me buton, pra e shtyp kapakun edhe hapet, mos gaboj. Shpresoj vetëm mos të rihapur. Okej, pas kem probleme me këtë koshin. Okej, pas ka këtu këto. Ju duhet tashmë të ta keni parë kur po e bëja, por unë nuk e pash me ishte mbrapsh. E ka këtu këtë pjesën, e cila mendoj se vendoset te pjesa e kapakut edhe do bëj pjesën e mbylljes. Sepse normalisht kosha nuk do qëndroj hapur. Okej, që ta vendos. Nuk e di, nuk po i qëndron. Por nëse unë arrit ta bëj të qëndroj, do i lajmëroj tek viti radhës. Sepse nuk dua që koshi i tualetit të qëndroj i hapur. Pra duhet ta shikoj tek Temu të porosia që kam bërë, sepse duhet këtë patjetër një mënyrë që e shpjegon. Porosia tjetër që kam marrë është një në fakt, por janë 2 kuti. Okej, janë të dyja njësoj, kështu që unë pa vetëm njërin. Kutia e parë ka 50 copë edhe janë gota plastike, të cilat janë me kapak, pra dhe kapakët e tyre këtu. Dhe në total më duket se janë 100, pra 50 të kjo dhe 50 të pakoja tjetër. Okej, po hap një gotë që t'ua tregoj se sa e madhe që është. Këto gota në fakt do t'i kisha marrë gjatë kohës së verës, sepse janë plastike dhe nuk besoj se, jo nuk besoj, por nuk mund të përdorësh pjetën ngrota, kështu që do t'i përdor nëse bëj ndonjë lëng, ose nëse bëj ndonjë kafe të ftohtë, ose thjesht mund t'i ruaj për në verë, pra mund të përdoren për gjëra të ndryshme. Gota nuk është shumë e madhe, më duket se është më e vogël se sa 250 ml. Gjithashtu ka dhe kapakun e vet sipër. Pjesën
Okej, duket këtu, e cila mund ta mbyllet pra si tip stoperi për pijen që mos e derdhe. Këto janë gotat dhe kanë porositur, siç e thash, 100 cop. Porosia tjetër është këtu dhe këtu janë veshje. Atë kam porositur 2 sete për palestër. Unë kam një shekull që nuk shkoj në palestër, por shpresoj shumë që kjo pakoja të më bëjë që unë të rikthehem në palestër. Atëherë, do të jenë 2 sete, një kaf edhe një izi. Shpresoj edhe që të kenë zgjedhur masat e duhura, edhe të më qëndrojnë bukur në trup, por këto do t'i provoj dhe do t'ia tregoj se si qëndrojnë veshur. Okej, siç e shikoni është badi, edhe është si tip stretchesh, edhe vijnë të gjera deri në fund, më pëlqejnë që janë kaq shumë të gjera. Thjesht tani vetëm problem që unë kam është që shpresoj të më bëjnë. Por si material që kanë vërtet shumë të mira, është një material si elastik, edhe pjesa këtu tek gjoksi ka kupa, pra janë vërtet të mbrojtura në palestër, nuk ka nevojë të veshësh ricipeta ekstra. Dhe gjithashtu pjesa këtu nga mbrapa e vitheve është normalisht i thekson pak më shumë. Dhe ngjyra nuk e di sa e dallon ju. Është ngjyra e sezonit që ka dalë tani në modë, pra kafja e pjekur. Dhe tjetra është e zeza, e cila është njësoj me të para. Okej, tani mua Leni më tha që jam dobësuar pak, ndoshta ai nuk e vini re, por Leni e vëre në fytyrën time, por nuk është gjë e mirë sepse po dobësohem nga stresi, kështu që dhe patjetër të filloj të shkoj në palestër dhe të mos u mbas më kile sepse nuk dua të dobësohem më shumë se sa duhet. Pra dua të jem pak e mbushur, le të themi, siç kam qenë në fillim. Kështu që tani këto do t'i provoj, edhe do t'ia tregoj se si qëndrojnë veshur. Kam marrë masën medium. Të vendosim prash nëse do t'i mbajmë apo do t'i kthejmë të marrim një numër më të vogël. Atëherë badi është ky, besoj se ngjyra nuk dallohet aq mirë duke qenë se jashtë nuk ka shumë dritë. Te këmbët pjesa poshtë është perfekte dhe nëse heq shapkën mund ta shikoni se sa i gjatë është pra në fund. Edhe mendoj se është vërtet shumë i bukur, pra arri fiks pas trupit. Nëse keni linja më të bukur atëherë do qëndroj akoma dhe më mirë dhe pjesa mbrapa. Okej, nuk e di se si mund ta mbaj kamerën dhe t'u tregoj, është pjesa e kurrizit. Atëherë ky është edhe seti i zi. Mendoj se i ziu duket pak më mirë duke qenë se nuk tregon shumë, pra nuk është shumë transparent. Sa i tjetri ishte transparent, por tregon pak më shumë defekte duke qenë se është ngjyrë me hapur. Ndërsa e zeza asnjëherë nuk të zgënjen. Atë materiali është super, mund të them që të mbledh goxha dhe është super i butë, qëndron vërtet shumë mirë në trup. Edhe, okej, unë do të dobësohem pak sepse ky është trupi im tani. Jam një javë para ciklit edhe mund ta shikoni që kam pak pjesën e fundit të barkut të fryrë, por do shpresojnë shumë që të iki. Ndërsa nga mbrapa është njësoj me setin tjetër, pra duket pjesa e kurrizit. Piti, dhe unë tani jam gati të marr çantën e palestrës edhe të shkoj direkt në palestër. Se është vërtet shumë i bukur, por mund ta mbani edhe për në shtëpi. Tani më thoni në komente juve se cili ju pëlqen më shumë, seti i zi apo seti kaf. Por që ka shumë vërtet një shumë cute. Honey, I am so sorry. You press mine tighter, oh, and said promise not to apologize, but I can never trust my thoughts. I know they're not real, but how can I be sure? Okay, kamera këtu duke dhe po filmon pemën. Duke sikur nuk e ka shumë të madhe këtë hapësirën që filmon. Okej, ndoshta ka që ta ketë, nuk e di. Atëherë kjo ishte edhe kamera që ne kishim marr. Shpresoj shumë që të mos bëjmë asnjë aksident dhe kamera të mos na duhet, pra ti thjesht aty të bëj rekord, por thjesht mos na duhet për nëse bën ndonjë aksident për të treguar pra se kush e ka fajin. Dhe po mendoj që për këtu ta mbyll videon për këtë javë. Shpresoj shumë që ju ta keni shijuar dhe ta keni pëlqyer. Nëse keni ndonjë pyetje për të më bërë, atëherë më komentoni poshtë në komente, mos hezitoni. Çfarë lloj pyetje që ju të keni dhe unë sapo të gjej kohën do t'i përgjigjem. Ashtu mos harroni që të bëni një subscribe sepse jeni shtuar shumë, sidomos gocat që më kanë ardhur nga Alketa. Dhe më kanë ardhur mbi 20 subscribers herën e fundit vetëm nga sugjerimi i Alketës tek live i saj. Kështu që falenderoj shumë. I dërgoj një zemër. Kjo gjysma e zemrës që unë po bëj, gjysmën tjetër do ta bëj Alketa kur të jetë duke parë këtë video dhe të gjitha ju ndjekësit që keni ardhur nga Alketa. Falenderoj vërtet shumë nga zemra që keni ardhur, më keni komentuar dhe që ju pëlqejnë videot e mia. Mos harroni të bëni subscribe ju të tjerë që shikoni videot por nuk e keni shtypur akoma butonin subscribe dhe ne bashkë shihemi tek video radhës. Bye!